Nga njëherë ata që nuk kanë njohuri të mjaftueshme rreth fesë fusin dyshime nga më të ndryshme se si në xhuma me ra bajrami dhe si është e mundur që të falet edhe bajrami edhe xumaja. Po dashurit e mi është e mundur se ati kufsh mi falë Zotit i kalon gjithë secilën në kohën e vetë. Bajrami nuk ka mundësi me u falen në këtë kohë, në kohë të xumas, në kohë të drekës. Mirë po duhet falet me njëherë pas lindjes së diellit. Ndërsa xumaja e ka kohën e vetë, siç është mesi ditës 12 apo në ora 1. Për këtë arsye ne e lusëm Zotin Dhul Xhelal që të na i pranoj të dyat, edhe namazin e Fitr Bajramit dhe namazin e Fitr Bajramit dhe namazin e xumas. Të dashurit e mi, çdo njeri bën përpjekje për ta ekspozu shumë vetveten, dhe ekspozimi i tepërt i bën dëm njeriut. E lëndon njeriun, e shkatërron, sikur që edhe harxhon shumë shpejt njeriun. Por ajo që e prish më shumti shpirtin e njeriut është dëshira për të dukur i mirë. Në vend që të jetë i mirë, a i bën përpjekje maksimale me u paraqitën i mirë. Dashurit e mi, Ramazanin që e lam dhe kjo ditë xumaje na thot që ne duhet të bëjmë përpjekje maksimale për të qenë të mirë, jo vetëm sa për të dukun të mirë. Kjo dukja është duke e lëndu faktorin njeri shumë, sikur që është edhe duke ja dhënë një orientim jo stabil, jo serioz dhe jo të kompletum njeriut. Të dashurit e mi, festat në Islam janë momente reflektimi dhe janë momente kthimi në vlerat e vërteta fetare dhe humane. Festat në Islam janë moment për të reflektu pozitivisht, janë moment për të shfaq gëzim dhe lumturi, janë moment ku duhet ta manifestojmë gëzimin dhe lumturien që të gjithë së bashku, e në asnjë formë për të qenë indiferent edhe në momente bajrami edhe në momente gëzimi. Në gëzim, në festa, Zoti Dhul Xhelal na ka tregu dhe na thot për ta shfaq gëzimin, për ta shfaq, për ta manifestu gëzimin. Dhe këtë po mundohemi ta spjegojmë, po dhe jo vetëm të flasmi, mirë po edhe në praktik ta tregojmë që Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam lojërat më të mira të asaj kohe i ka veçu për ditët e bajramit, të Fitr Bajramit apo të Kurban Bajramit, për të shfaq gëzim, për të reflektu buzëqeshje dhe lumturi, ka dhënë në formën më të mirë të mundshme. Ndërsa, sot një pjesë e fetarëve që janë shumë konservativ, e ma tepër konservativ, janë nga naiviteti dhe nga ignoranca, çdo shfaqje të gëzimit në ditë feste, sidomos në ditë feste të Fitr Bajramit apo të Kurban Bajramit, me njëherë ndërlidhin, po ju përngjani pa besimtarve, po e bëni këtë, apo po e bëni atë. Jo, dashurit e mi, ne pikërisht i ngjasojmë dhe e pasojmë Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam që në ditë feste ka shfaqen gëzim. Janë momente kthimi në vlerat e vërteta fetare dhe humane. Ndërlidhja Fitr Bajramit me lëmosh për nevojtarët
është bërë për ta kujtu se nuk ka vlerë një manifestim shoqëror të cilët antarët e asoj shoqërie nuk ndihen të barabartë. Për çka Zoti Dhul Xhelal e ka lanën për të dhënë sadakatul fitr, për të dhënën sadak, e ka lanë që e tërë shoqëria në ditën e gëzimit mos me ndi boshllëk, mangësi, mirë po të tërët me pas, çka me vesh, çka me ngran, me i pos gjërat elementare që me qenë të barabartë me masën në momente gëzimi. Për këtë arsye, edhe vitrin, edhe sadakën kur ta japmi të njerëzit që një men janë nevojtarë dhe një men javë këthejmi busqeshjen atyve dhe i bojmë të barabartë me shoqërien. Hiç nuk është e mirë dhe Zoti Dhul Xhelal nuk e don atë momentin ku ne në festën e Fitr Bajramit apo të Kurban Bajramit e shfaqmi mërzien, e shfaqmi dhimbjen. Na jemi njerëz dhe kemi emocion çdo njani prej neve për antarët e familjes që na mungojnë në sofrën e Fitr Bajramit apo të Kurban Bajramit. Nuk po flas për këtë, se është çështje normale, do thot kjo. Është çështje normale. Mirë, po flas me vetdije që në ditën e parë për cilë vetëm lot dhe rrugtimin e parë me bë për te varrezat. Nuk është do thotë e pëlqyeshme fetarisht. Mas pari duhet përqafohemi e të bëjmë bajram me familjarët, me farefisin, me të gjallët, me një fjalë, e po dikur më vonë, mirë po, mos t'i lajmë vizitën për te varrezat në ditët e bajramit. Nuk ka shku ndoshta me muj nuk shkan, e në ditën e Fitr Bajramit apo të Kurban Bajramit e përzgjedh atë moment për të shku. Unë nuk do të them që nuk bën absolutisht, po nuk është mirë se mës pari do të ndajmë gëzimin me antarët e familjes apo me të gjallë. E treta, shoqëria është sikur trupi. Një pjesë nuk mund të kremtoj nëse pjesa tjetër rënkon. Shoqëria është sikur trupi. Ani beti busqesh e knaqo e ha e pe, le e dhami pse ato të dhimt. O, sa të mlanë me hangas me pi. Edhe trupit po mi jep zjarmie dhe dhimbje. Nuk po ti kënej mirë je, a veç dhami. Po veç dhami, po aj do thot po nasi. Për këtë arsye në festat e bajrameve, nuk guxoj me lanën as një pjesëtar të shoqërisë tonë i cili ankon apo ka mangësi. Mirë po duhet ta bëjmë të barabartë që të ndihet edhe ai sikur ne. Nga këtu, festa është për të na kujtuar rolin ton karshin njëri tjetrit. Për të na dëftu rrugën drejt për sosshmërisë humane. Sikur që rrugja që përshkohet duke parë të tjerët, si pasqyroj në duke i parë të tjerët, sikur një pasqyre që e shohim vetën tonë. Ramazani na ka eduku në këtë formë, që në ditën e Fitr Bajramit, kur edhe me lajkët e Zotit ati qofsh mi falë, në çdo rrugë, në çdo cep të rrugës që ndrojnë, për t'u gëzu në formën që ata gëzohen, kur t'i shohin besimtarët e Zotit, ka manifestojnë, e gëzohen, e lumturohen, e urojnë njëri tjetrin për festën e Fitr Bajramit dhe e lusin Zotin që t'na i ketë pranu veprat e tona. Kjo është një indikacion shtesë që na jep motiv, na jep motiv neve për të ecën tutje. Sikur që kjo ditë dhe ditët në vazhdim janë ditë të socializimit tonë, të takimeve tona, jeta dinamike e jona, puna sistematike e vazhdueshme,
dikush jashtë vendit, dikush për një arsye apo arsye tjetër, ndoshta nuk po shihemi me javë, me muj. Janë këto momente ku ne ndojmë nga koha jonë dhe vizitojmë çdo të afërm, po jo vetëm. Edhe të largët e tonë shkojmë i vizitojmë dhe i urojmë për festën e Fitr Bajramit. Është një lidhje emocionale, sikur që është një lidhje shoqërore, familjare, shumë e fuqishme. Besani nuk e ka asnjë shoqëri këtë që ne kemi. Asnjë shoqëri që e kemi ne këtë nuk e posedon këtë socializim të përbashkët dhe këtë dashamirësi që i afrojmë njëri tjetrit. Dashurit e mi, ne do të bëhemi të mirë ose më të mirë kur të kuptojmë se nuk jemi krijuar për vetvetën tonë. Bajrami e nxjerr në pakje fest. Na nuk jemi kriju, nuk na ka kriju Zoti për të marrë vetëm për vetvetën tonë. Mirë, po na kemi obligim, jo vetëm moral, jo vetëm shoqërore njerëzor, na kemi obligim fetar, edhe për të tjetrit, edhe për tjerët. Dhe kjo vetëm se çka na forcon neve, do thot në këtë drejtim. Por ne kemi obligim për të adhuruar Zotin, për të respektuar njerëzit dhe kur të punojmë për të jetësuar këtë të vërtet. Çdo punë që e bojmë për ta forcuar këtë të vërtet. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thonë, njeriu më i mirë është ai që është i dobishëm për njerëzimin. Festat janë momente për të përgëzuar vlerat e vërteta të festë tonë para botës mbar. Krejt bota sot i ka syt ka ne. Krejt bota. Besani dashurit e mi, edhe luftrat, qysh janë edhe sot, po janë pak ma moderne këto, ma të marrë në vesh, ka pak. Edhe luftrat që kanë ekzistu në kohën e Muhammed Mustafas, kur kanë qenë në ditë të gëzimit, i kanë dalë. Dhe për aq ditë sa kanë pas fest apo gëzim, luft nuk ka pas. Kështu që është një indikacion i madh për të marrë çdo hasmëri që mund ta kem në momente gëzimi, në momente feste, na duhet ta harrojmë atë që e kemi pasën. Pjesëmarrja gjithë shoqërore në festa është një fakt që pasqyron misionin unifikues që e paraqet dini jon islam. Misioni i islamit është unifikimi i masës. Mision e ka islami me i unifikua njerëzit. Për këtë, një mendimtar islam, Mustafa Sibai, është shumë njeri i dalluar kur ka folë për funksionin e fesë, ai e ka thonë kështu, se bashkimi fizik dhe lidhja shpirtërore që lidhen në fest janë dy elemente me të cilat mposhtin çdo të keqe. Edhe shpirtërorja, po edhe fizika. Kur të bashkohen që të dyjat, mposhtin çdo gjë që mund të ketë pasën apo të kemi pasën deri më tani. Na jemi ngritë sot edhe fizikisht, po edhe kemi ndjenë edhe shpirtërore për të shku, për të uru, për të takuan, për t'i zgjat dorën, për t'i ofruan për kraje, për t'i tregu respektin që kemi. Kjo është madhështia e fesë tonë që i bashkon që të dyjat. Për këtë dashurit e mi, edhe shoqëria e gjerë duhet të marrë shembull nga Islami. Jo veç muslimanët, jo veç fetarët, po edhe jo muslimanët na e kanë zili dhe na jemi shembulli më i mirë edhe për ata, se si lidhemi me njëri tjetrin. Si kjo feje cila arriti që për te ndasive të ndryshme midis popujve, kulturave, formimit,
arriti që t'i mbledh bashk në një sofër iftari, njerëz të ndryshëm, mendime të ndryshme, orientime nga më të ndryshme, arriti që t'i mbledh bashk, arriti që t'i mbledh bashk në një falje të përbashkët, të taravijës, të 5 kove të namazit, të Fitr Bajramit, të hajnë të qelin iftarin me 1 minut, ta përfundojnë në sifër me 1 minut. Si është e mundër kjo? Po është e mundër dashurit e me, sepse është në pyetje urdhëri hynori Zotit Dhul Xhelal. Kur është në pyetje urdhëri hynori Zotit, shuhet çdo ndarësi që mund ta kemi ne. Për këtë është e çuditshme që ne e praktikojmë pik më pik këtë. Mirë po sikur që mas Ramazanit, mas Bajramit, zbehemi në këtë çështje pak. Zbehemi. E Bajrami po vjen me këtë mesazh për të na thonë neve me vazhdu këtë unifikim si që keni pasën në Ramazan. Dashurit e mi, Fitr Bajrami është një mënyrë e shfaqjes së këtij modeli të lartë hynor që e paraqet Zoti Dhul Xhelal. Nuk ka model më të mirë se sa ky model për shoqërinë, për t'ia kthy buzëqeshjen, për t'i dhënë motivin, për ta unifiku, për të thonë, për të punu me termen, me pastërti, me korrektësi. Kja është vlerë e lartë hynore e Zotit. Ku në këtë vend sot manifestohet dëshira për të qenë bashk edhe më tutje. Na sot nuk manifestojmë vetëm Bajramin, si kur një ditë për të ngranë, për të pi, për të përfundu abstenimin, që e kemi pas deri tash. Na e manifestojmë edhe diçka dhe më të madhe. Na prej sodit kemi dëshirë, vullnet, edhe më të madh për të vazhdu të bashkuar, të unifikuar, të buzëqeshur dhe të lumtur, me dorë zgjatur për njëri tjetrin tër vitin. Kjo është madhështore që na jep mesazh ky Fitr Bajramin. Është dëshire për bashkët për një të nesërme më të mirë. Sot në gjitha vendet, një numër shumë i madh i njerëzish, për te çdo ndarësie të tokës, kanë gjetur bashkimin në hijen e qiellit. Toka mund të na ndaj, mund të na jep mundësi, apo më shumë se sa një mundësi për të shku në rrugë të ndryshme. Mirë po bota islame dhe muslimanët janë në petkun, në hijen e qiellit, hynorës për të përbashku, për të harru çdo ndarësi, çdo dhimbje për të harru, dhe për t'ju kthy Zotit të madh atij qofsh mi fal, dhe për ta shiqur çdo njërin në fytyrë, pa marrë parasysh se çfarë ndarësie mund do thot na ketë. Për këtë dashurit e mi, kush dëshiron ta ndihmoj Allahun dhe të dërguarin e tij, atëherë duhet të filloj me veten e tij. Na dhe sot e ndihmojmë Zotin, profetin, po në çfarë forme? Dhe si ndihmojmë? Duke i ndihmu ata, ndihmoj vetveten tonë. Në çfarë forme? Ta rregullojmë kohën tonë. Në moment që ta rregullojmë kohën tonë, kemi rregullu jetën tonë. Me rrit aftësinë tonë. Aftësinë tonë me rrit. Me i shtu njohurit. Njohurit nuk shtohen nga njëherë vetëm duke lexuar një libër. Mirë po duke bashkë bisedu me të, duke u njoftu me të, duke rrugtu me të, duke nejt me të. Shtohen do thot aftësit. Të përpiqesh për riskon tënd. Je duke falenderu Zotin Dhul Xhelal, sa i ka thonë në Kur'an, o fis samai rizqukum o ma tu'adun, riskun javkum lanun në qiell.
me sasi dhe me cilësi, ama ju në tokë dojni me kërkuan. Me një fjallë, riskun tanë nuk e merë askush, ashtë në dorën e Zotit Dhul Gjelal. Mirë, po kur ta sheh përpjekjen tënde, Zoti Dhul Gjelal ta lëshon në tokë. Të mësojmë atë që nuk e dim. Pastaj të dalë të njerëzit si mësus, si pris dhe sakrifikus. Ndërsa të rri ullur në shtëpinë e tij, duke sharë jo besimtarët, e duke mallkuar zullumçarët, pastaj të flej, atëherë ky nuk e ka ndihmu Islamin, bile i ka bërë dëm shumë të madh Islamit. Dashurit e me gjitha padrejtësitë që bëhen, neve nuk e kemi pjesë të besimit mallkimin e njerëzve. Nëse meriton ndonjëherë dikan me mallku, muslimanët duhet me mallku vetveten e tyre. Ngjamë, dashurit e me, të përgjomshëm. Të përgjomshëm. Jo të aft, jo të zotët e vetës. E pastaj mbledhin në namaze, i ngritin durët lartë, o zot mallkoje filan shtetin, o zot mallkoje filan kryetarin, o zot paralizua atë. Jo, ne mas pari duhet të ngritemi edhe të punojmë, të veprojmë, e të aftësohemi. Në moment që të aftësohemi e të forcohemi, besani që të tjerët kanë më na u gjynjëzu neve. Ama në momente të këtilla zbrastina të mëdhaja, nuk është do thotë e duhur. Për këtë, dashurit e me, fillimisht kërkohet që ne mas pari të përmirësohet. Degradimi njeriut nuk ndodh me njëherë. Ai fillon me kompromise të vogla. Kur fillon degradimi njeriut? Kur fillon disa kompromise t'i bon ka njerë edhe me vetvetën, edhe me familjarët, edhe me njerëzit përgjithësi. Kur të heshtësh përballë pa drejtësive, në fjalë ka bani kompromis, të pranësh diçka që e din sa është e gabuar, për Zotin e lumë, Hazreti Omeri, kryetari muslimanëve, para se me ndru jetë, i ka thirrë fëmijët e vetë, ka pas shumë fëmijë. Edhe ky njeri ka që i madh, na menojmë se ka jetu gatë. Ky ka jetu veç 39 vite. Mirë, po ka lënë bagazh të madh, të punëve, të veprave, të fjalëve, sepse njerëzit e mëdhej nuk jetojnë gjatë. Dhe zatën të diturit, Zoti një pjesë të diturve nuk i le fort me jetuar gjatë. Cilët? Ata të ditur që mosa nuk i shfrytëzon. Zoti ja merr shpirtin aty. Në moment që mosa nuk i shfrytëzon, njerëzit me kontribut, në moment që mosa nuk ja vden vlerën, Zoti ja merr shpirtin atyre. E Hazreti Omeri ka mbledh djemtë dhe i ka thonën, mas pari tregohet, u emocionun kur i ka po djemtë. Se i ka po në një gjendje jo të mirë ekonomike. Edhe i ka thonë, o djemtë e mi, o fëmija mi, unë i kam 2 rrugë. Thot, ose t'ju pasunaj, e të shkaj drejtë në xhehenem, ose t'ju lonë që të gjendje cilën jeni, e inshallah, unë e përfitoj xhenetin. Edhe tregohet se familjarët i kanë thonën, ne po jetojmë, po vazhdojmë kështu, e kemi Zotin ati qofshmi fal, i cili na mbikëqyr. Mirë po, njëri nga ministrat e ekonomisë shka e ka pos aty, tregohet ja ka po me kokë, vesh leje një vasjet, dhe këto mo kur fukarallakin nuk kanë me pon. Thot pashat Zotin e madh, dëshiroj që me i pas me veti, jo vetëm sa kom pas qef me nej në dynja, mirë po edhe në përjetësi dëshiroj me i pasën me veti këta njerës. Dashurit e mi, nga njëherë po pranojmë diçka që nuk është e jona, mirë po dhe po i afrojmë familjarëve diçka që nuk është e jona. E këtë që e pranojmë nga njëherë dhe ju afrojmë familjarëve që nuk është e jona, i shkatrojmë edhe dydjon e ty dhe tonën,
mirë po të njëjtën kohë e shkatrojmë edhe ahiretin, xhenetin ton që na privon Zoti Dhul Xhelal. Inshallah Zoti këtë fest të Fitr Bajramit e bën fest gëzimi dhe lumturie në zemrat tona, në familjet tona, në farefisin ton dhe në shoqërinë tonë në përgjithësi. Inshallah dën Zoti Dhul Xhelal e ne këta që jemi në xhami nuk dalmi asnjë pa ja zgjat dorën njëri tjetrit dhe pa e uruan për festën e Fitr Bajramit. Inshallah dën Zoti Dhul Xhelal që ne pikërisht në këtë fest Fitr Bajramit t'i harrojmë çdo ndarësi që mund të na ndan neve. Mirë po t'jemi si një trup i vetëm, i unifikuar, sepse kështu na dën Zoti Dhul Xhelal se vesh me lajkët e Zotit janë duke i shpërnda shpërblimet e Ramazanit për gjithë neve, e kanë me e kaplu shpërblimin e Zotit, kanë me e marë ata të cilët mas pari në tokë që ndrojnë mirë me njëri tjetrin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad.